Isha 12 vjeç kur zbulova sekretin e nënës. E pash duke u puthur me shefin e saj në parkingun pas pune. Bota ime u shemb në atë qast. U ktheva në shtëpi duke u dridhur, pa ditur çfarë të bëja me këtë barr. Kur babai i pyeti nëse isha mirë, fjalët dolën vet. I tregova gjithçka, duke qarë, duke menduar se po bëja gjën e duhur. Të nesërmen, nëna bëri valixhet e saj. Kjo është faji yt, më tha me ftohtësi ndërsa mbylli valixhen e fundit. Nëse do të kishe mbajtur gojën mbyllur, asgjë nga kjo nuk do të kishte ndodhur. Dhe iku. Thjesht ashtu. Na la neve tre me babain. Gjatë muajve të parë u rreja me çdo fibër të qenies sime. Si mund të më fajsonte mua? Si mund të na linte? Por në një mënyrë të çuditshme e admiroja për guximin e saj, për të zgjedhur veten, për të ndjekur atë që donte pa shikuar pas. Ishte e guximshme në mënyrën e saj, edhe pse ai guxim na kishte shkatruar. E pastaj vinte faji, ajo përbindsh që më hap brenda. E nëse ishte vërtet faji im? E nëse duhej të kisha qëndruar e heshtur? Qaja çdo natë për vite me radhë. Zgjohesha e lagur nga lotët, duke u pyetur nëse ajo na mendonte, nëse na mungonte edhe pak. Babai ishte heron ynë i heshtur, punonte 2 turne, na ndihmonte me detyrat, na printe flokët edhe pse i dilnin tërësisht, na mësonte të ishim të forta. Nuk keni bërë asgjë të gabuar, përsëriste sa herë më shikonte të fundusur. Asgjë nga kjo nuk është faji juaj. Ai mësoi të gatuante duke parë video në YouTube. Merrte pjesë në të gjitha aktivitetet tona shkollore. Kur nuk mungoi, kur nuk u anko. Ne ishim 3 vajza të rritura me gjithë dashurinë që një njeri mund të japi. Kur muqa 15 vjeç, babai më premtoi një udhëtim. Vetëm ai dhe unë. Ishte ajo që gjithmonë kisha ndëruar. Kohë vetëm me babain, pa përgjegjësi, pa dhimbje. Kishim planifikuar çdo detaj për muaj me radhë. Një javë para udhëtimit, ajo u shfaq në derë. Dukeshe zbeht, e lodhur, e panjohshme. Kishte një bark të madh nën palton e vjetër. Kam nevojë që të më kujdesesh, tha me zë të thyer, duart duke dridhur mbi bark. Jam shtatzëna. Është e rrezikshme. Mjekët thonë se mund të humbas fëmijën, ose diçka më keq. Burri im iku me një grua më të re kur e mori vesh për komplikacionet. Nuk kam askënd tjetër. Ju lutem. E pash drejt, ndjeva një ironi në buzëqeshje. Na vjen keq zonjë, po duket se jeni ngatruar shtëpinë. Nuk ju njoh. Dhe mbylla derën. Por nuk munda të flija atë natë. As ne nuk mundëm. Është nëna jon, tha motra e më e vogël ditën tjetër. Syt plot lot. Është e sëmur, ka një fëmijë. Ajo na la, ju përgjigja ashpër. Na fajsoj. E ke harruar tashmë? Por mund të des, përshpëriti. Babai dëgjonte nga kuzhina. Nuk tha asgjë, por pash dhimbjen në fytyrën e tij. Pas ditës së tretë, hapëm derën. Ajo ishte aty, ulur në shkallët e verandës, duke pritur. Mund të rini derisa të lindë fëmia, i thash vendosmëri. Por jo pse je nëna jon, pse ka një fëmijë të pafajshëm që nuk ka faj asgjë. Ajo pohoi, duke qarë. Faleminderit shumë, më vjen shumë keq. Muajt e ardhshëm ishin të çuditshëm, të pakëndshëm, të dhimbshëm. Nëna flinte në dhomën e mysafirëve. Ne motrat kujdeseshin për të. E çonim në takime mjekësore, siguroheshim që të merrte medikamentet, e trajtonim me respekt të largët, si infermiere profesionale. Babai mbante distancë, pak fliste me të, por i përgatiste mëngjes çdo ditë, i blinte vitaminat që i duheshin. Sigurohej që të ishte e rehatshme. Dhe unë e shikoja në sytë e tij kur ajo nuk e kuptonte. Akoma e donte. Pas gjitha shtyre që na bëri, pas 3 vjetësh të braktisjes, ai akoma e donte me një intensitet që më thyen zemrën. Ajo e kuptoi gjithashtu. Filloi të kërkonte falje, fillimisht ngadalë, pastaj me dëshpërim. Më fal mira herë, më fal. Isha e frikshme, isha egoiste. Ju meritonit më mirë, babai juaj meritonte më mirë. Por babai nuk e falte. Kur përpiqej të fliste me të, dilte nga dhoma. Kur ajo e prekte dorën, ai largohej. Falja nuk funksionon kështu, i tha një herë. Nuk mund të thyesh njerëzit e të presësh që të rregullohet vetëm se kërkon falje. Jo në ndërkohë, kishta filluar të vërente diçka.
Babai kishte dalë të ente në mbrëmje, duke u kthyer me një buzëqeshje të vogël por të sinqert. Një ditë e ndoqa. E di, ishte ndërhyrje, por isha 15 vjeçe dhe kurioze. E pash të me të konte me mësuesen e letërsisë në shkollën time, zonja Andrea. Ishte e bukur, e sjellshme, qeshte me të vërtet me babain. I pash duke marrë kafe, duke biseduar për orë, duke u shikuar si adoleshent. Ju afrova tavolinës së tyre. Përshëndetje, baba. Përshëndetje, zonja Andrea. Babai gati e nxori kafen. E dashura, kjo nuk është... është mirë, baba, buzëqesha sinqerisht. Më vjen mirë të shikoj të lumtur. Dhe ishte e vërtet. Pas njohjes me Andrean më mirë, e ftova në shtëpi disa javë më vonë. Ishte perfekte për babain. Inteligjente, e këndshme, na trajtonte me respekt pa u përpjekur të ishte nëna jonë. Nëna e kuptoi menjëherë. E pash nga dritarja, ndërsa Andrea po largonte, duke i puthur faqen babait. Pash fytyrën e nënës që shkatrohej, duart mbajtur barkun e madh. Atë natë britmat më zgjuan. Vrapova në dhomën e mysafirëve. Kontraksionet kanë filluar, bërtiti babai. Thirrni ambulancën. Fëmia lindi para kohe, por i shëndetshëm. Një djalë i vogël, perfekt, me mushkri të forta. Nëna mbijetoi, me vështirësi, pas një gjakderdhje që naset e vrau. 3 ditë pas lindjes, kur u kthyem nga spitali me fëmijën, nëna na grumbulloi të gjitha në sallon. Do të shkoj të jetoj me motrën ime në një shtet tjetër, na njoftoi, zëri monoton. Do të marr fëmijën, ju mund të vazhdoni jetën tuaj. Nëna, ju sapo dolet nga spitali, filloi motra e më e vogël. Do më thoj kështu, zëri i thyer, nuk e meritoj këtë titull. Ti, më shikoi drejt për drejti, syt plot zemërim dhe dhimbje. Kjo është faji yt, përsëri. Ti e prezantove atë gruan tek babai, shkatrove e çdo mundësi që kjo familje të rindërtohej. Ndjeva sikur më kishin goditur. Përsëri ishte faji im. Por këtë herë ishte ndryshe. Këtë herë isha 15 vjeçe dhe jo 12. Këtë herë kishte rritur. U ngrita, duke dridhur por e vendosur. Ti nuk je nëna ime, thash qartë. Një nën nuk le bijat e saj. Një nën nuk bajson një vajzë 12 vjeçare për vendimet e saj. Një nën nuk shfaqet vetëm kur ka nevojë e largohet kur nuk i nevojitet më. Jo më dije jetën, filloi ajo. Dhe babai na grifti të gjitha atë gjë tjetër. I ndërpreva. Dashurinë, kujdesin, netët pa gjumë, flokët e gjata të çuditshme, drekat shkollore, përqafimet kur qanin për ty. Dhe e di çfarë? Ai meriton të jetë i lumtur. Meriton dikë që e zgjedh çdo ditë, jo vetëm kur nuk ka më opsione. Nëna heshti, lotët rëshitnin në faqet e saj. Kujdesu mirë për atë fëmijë, thash përfundimisht. Ai nuk meriton të rritet duke ndjerë gujtor për vendimet e tua. U largua ditën tjetër. Babai transportoi valixhet e saj në makinë pa thënë asgjë shumë. Asnjë nga ne nuk e përcolli. 2 muaj më vonë, babai më mori në atë udhëtim që kishim planifikuar. Ishte perfekt. Dhe kur u kthyem, Andrea na priste me biskota të sapo pjekura. Nuk ishte nëna jon. Kur nuk përpoqi të ishte, por ishte dikush që na zgjedh